shembull edhe për një pjesë një të steteve evropiane që kanë në Bashkimin Evropian, i bëjnë leksionin e pozicionimit të politikës. Prej momentit kur janë arrestuar krejt ushtrisë kombëtare të Kosovës, në këtë Kosovë ka rënë perdja dhe zgjidhjen e zbuluar në aspektin figurativ po thënë, dhe zotë kursi është duke e devalvuar shtetin e Republikës së Kosovës. Sa mund të vazhdoj kjo tërheqje e europianëve, amerikanëve, sepse ata kanë qenë shumë prezent deri para ca kohësh në të gjitha zhvillimet atje? Në gjatë për në kuptu është problemi që evropianë dhe amerikanë kanë duke situar në vazhdojnë, sepse ata kanë investuar në shtetë, kanë dhe milionat, më të plasën për lirimit të merove, për përkrojnë e vazhdojnë që kanë bërë. Ata dhe më thënë mund të rinë në indiferent për shkak se Kosova tashmë duhet të tregojë sigurisë institucionale. Ne kemi pasur punë, do të kemi pasur pavarësinë ndërtuar e të merove. Sot ne duhet të tregojmë sigurinë, do të sinjale se të Bashkimet Amerikës, se ata janë të përfitues të kryesorëve, nëse mund të themi edhe hotas të ndërtues të kryesorëve të Republikës së Kosovës, ata do të arrijnë indiferent të treguar qytetarëve të Republikës së Kosovës, edhe respektivisht votuesve të Albin Kurtit, se si do të rrios duke vepruar kundër rregullave të demokracisë në të plan të çfarë kanë bërë gjallë politik bërë në Republikën e Kosovës. Dhe unë nuk e di në përkëtëj në të si komuniti të ndurë një gjë e si e të vetë të tarë të Republikës e Kosovës, që bashkëmisht të tri të tënë, edhe të ka fitunin në mënyrë të da më të mësë një rrëzuzit. Kjo gjë mund të vazhdoj, në të drinkuzi mund të vazhdoj të gjë, mund të vazhdoj në të të indiferent, për asyse të gjërat në Kosovë tashmë nuk janë në nivelin nuk janë duke levizur në dinarit të durë, të të një deklaratat të pejpës të zhire të futën të Bashkimet Amerikës, për zhire me gazën Amerikanë, deklaratat të të një kalëtënë dhe kërësnu për një platforme, që bizë të krijani hapësirë për investim të investitorit të gazën Amerikanë, në Kosovë zë të rëkurë të stavër, dhe situata në ndeshje të rikorë, se të këtë fundit gazën Amerikanë të të vetëm të investim, në për të të orientimi i lunë e kra të të bashkume dhe të aprendimit. Për më dosë të të dojnë në matike të gjëve më të krejnë atë. Ajo ka një të pike të të këtë tema e e sonësme në atyre, në dhe për diskutunin e dosëri televizive për një politik bërë në Kosovës, por edhe ne të natyre është unë e parasërë në Albin Kurtin, në këtë përqindet vudave që të kakën në dësëgën të severisë, për mua në korën si apëhet asvirët parlamentare, asvirët severia, për aqë kur, të Albin Kurtin, do tjetë kërëministë e Republikës e Kosovës, Kosova është pa qeveri, pa logarizanje, edhe është në një luftë të përhershme përqarëse, e cila natyrishte do të krijojë pasojave për gjeneratat e ardhshme. Sepse ne momentalisht kemi krizë të rëndë sociale-ekonomike, kemi probleme të tekstuara në arsim, të sa të papilluan të marrin tëndën, për ko probleme të tilla qeveria nuk e konkursen, kemi ministra të zotërit Albin Kurtit por nuk janë kompetent, deklaratat të tyre janë deklarata salafanese, nuk të një gasojnë të tonjerë dhe të tyre e të tuas një të kanë të përfunduara këllimin elementare në sjatin të nivellin më të larta. Apo kjo është problemi. Pra, unë a priori nuk jam kundër zotërit Kurtit, se të ke fundit nuk kemi asgjë personale me të. Mirë po si qytetar e të që Kosova nuk është urës të binarëve të duhur. Dhe një pasire një dhe vetë zotërit Kurtit dhe të bëjtë ishte Republika e Shqipërisë, e cila pavarësisht opinionet dhe pavarësisht gjërave të cilat thuhen dhe dorëve të propagandave e shtetet armike ka një avancim dukshëm, por hanë nuk ka armime të brendshme dhe nuk ka probleme, sepse nuk është demokratikove probleme, një po do të të një pasirë shumë e një nga autostrada në mbojtës e në bondë në vëndëseri shqiptar, e deri tek zhvillim me tjera infrastrukture, turizmi, e kështë më rrallë, ne dhe më thonë kemi ngesër dhe që do të ishte tita se bërë të të kretarë të qeverisë, të të minister, ju vetëm të të Kurtit, për të të qeveri. Pra, në përmbyllje dhe përfund, Armend, po më thua që kriza politike në Kosovë do të vijojë. Unë mendoj që kriza politike në Kosovë do të devijojë për arsye të destinuar e tij. Nga vetë të Kurtit, në dita që na bëj. Po, nëse një qytetar një partie
i ka fituar sektori 51%. Dhe pastaj me 51% të rezultatin me i tem dhe njëherë i devizës dhe vendusëve, në stokën me parti tjera, 51%. Dhe me atë 51% nuk ka krijuar institucione stabile. Si mund të pret një njeri, një qytetar, një opinionist, një politikan, një lider opozitor, që të kriju stabilitet, për nuk ka logjik. Ai nuk ka kriju stabilitet kur i ka pas numër më të madh të deputetëve se lejë më kur i ka humbur disa deputet. Problemi është që Albin Kurti nuk është duke u sfiduar sepse kemi një opozitë animike, se po të sfidojë zotri Kurti me qytetari dhe me kostum nga qytetarët, Albin Kurti është pakike elektorale. Ai ka fituar duke bërë diferencën me paro, duke bërë votën, duke e ljushur një pjesë të qytetarëve nga perëndimi dhe duke ekskluzuar heksën e opozitës, e cila totalisht është jashtë sinkronë në diktimit të diskusit politik të vend të kulturës, sepse në politikë se janë ai politikan, ai lideri që ka diskurs më të përgjithshëm. Ai që bën politikën vitore, pavarësisht se është diskursi i mirë apo nuk është në nivelin e duhur, apo është duke bërë dëm shtetit. Ajo është më besëtitër. Ne po ne zotri Kurti dim ta artikuloj edhe diskursin e mirë. Ne dim se të vërtetë, se pa vërtetën pastaj se të vërtetë, atëherë do të dalë një lider opozitor i cili do ta demarkojë, dhe demarkimi nuk bëhet me statutën e Facebook, e vetëm me fjalën e kulturës në kuvend, por ka organizime qytetare, ka protesta, pra asyse zotri Kurti shtetin e ka bërë për zëmime, se që është fakt i pamohusëm, që në ju se po të mund, por të e kam thënë edhe njerëz të të duan të mirë në sektorë që janë një establishmenteve të fuqive të më dha botërore dhe botës të kanë kontribuar në edukatimin e pavarësinë kulturore. Armend Demakut, falenderoj për kohën, analizën dhe të shikojmë se çdo të ndodhi nesër, kështu që do të jemi për zhvillimet që na presin sërish së bashku. Po ndërsa nesër besoj se do të jetë një ditë interesante me Kosovë dhe shpresoj të më përhiq qytetarëve, sepse që tekstiven liderët e të gjitha partive mas shumë të zotri Kurti, sepse ka nevojë për një kthjellje, ose sepse deti greqisht nuk përkryjnë punë, ose nuk në tu detin adriatik dhe janë të shqipërisë, aty dhe më thonë të marramendjet e ti kanë krijuar probleme dhe shpresoj që Kosova dhe më thonë të ekspute të eksputara ashtu si të kohë. Të falenderoj shumë. Respekt kombit pandemi. Do të shojmë informacion nga sporti. Dinamo City është larguar me humbje minimale.